Sot, shikues të sofrës, në këtë bukuri kam përgatitur një pogaçe tradicionale të pjekur me saç, cilën e kam përgatitur me shmand, një recetë thjesht tradicionale, cila do t'ju pëlqej qofse përgatitni. Besoj se kam ju pëlqyer receta ku ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Në një enë më të madhe i hedhim 2 vezë. Tek vezët shtuj 500 gram me shmand, 50 ml me vaj dhe masën e përzij mirë, derisa gjithë përbërësit të bëhen një masë. Kam përzijer mirë masën, mund ta përgatisni me kos dhe me masë gatuni, qofse keni dhe del dhe më e mirë po shmandi e ka shijen pothuaj të njëjtë si kurse të masës. Ja shtoj një lugë të mesme me soda bikarbona, përsëri e përzij masën. Kemi përzijer dhe ka fillu që të bëhet një lloj shkume. Kjo e bën pogaçën dhe më të mirë. Tash e hedhim millin. Masat e millit asnjëherë nuk dihen fikse. Këtu kem 1 kilogram dhe ja shtojmë një lugë gjelle me krep. Millin do e shtojmë gradualisht derisa ta formojmë një brumë të butë. E përzijmë në fillim kështu me lugë. Shtojmë pjesën tjetër, përsëri e përzij. Tash do e punoj me dorë, duhet që të fitojmë një brumë shumë të butë, më mirë do del pogaçja. Shtojmë ende. Kam punuar brumin 2-3 minuta, kam fitu një brumë të ngjitur, mu ka ndash dikon rreth 700 gram me miell. Tash brumin e kalojmë tavolinën e punës, hedhim miell. Sa më i ngjitur të jetë brumi, aq më e mirë do del pogaçja. Dhe tash brumin dhe e punoj derisa t'ja japim formën. Kështu e rrokollisim tek mielli. Ja kam dhënë një formë të rrumbullakët brumit. Tash pak kështu me duar do e hapi dhe do e vendosi në tepsi. Tepsien e kam lyer me vaj dhe përsëri e hapi në tepsi. E bëj më të hollë që më la të bëhet pjekja. Unë do e pjeki me saç, kurse ju mund ta pjekni dhe në shporetin elektrik. E hapim në masinë e dëshiruar. Mundohem të jap formën rrethore. Ja kam dhënë trashësinë e duhur dhe jam munduar që t'ja jap formën rrethore. Tash do e prej nga pjesa e sipërme. Mund ta preni në çfarë do lloj mënyrash. Unë do e prej me këtë thikën e brumit në formë të revanis. Të jap bash atë formën tradicionale. Shumë bukur del në këtë mënyrë, në këtë formë. Besoj se është mirë. Dhe sipër do e li, këtu kam hedh një të verë të vezës dhe ja kam shtu 3 lugë gjelle me vaj dhe do e li nga pjesa e sipërme që t'i formohet një kure me kuqe dhe me sheshme. Mundohem kështu me anë të një brushe ta bëj gjithë sipërfaqen.
Kam lyer gjithë sipërfaqen me të verdhën e vezës dhe pogaçja është gati për pjekje. Siç e ceka dhe më herët, unë do bëj pjekjen me saç, kurse ju nëse e bëni pjekjen në shporetin elektrik, do e pjekni në temperaturë 220 gradë rreth 25 minutave. Tash do bëjmë pjekjen, kam dhënë zjarr dhe kam bërë zjarrin prush, kam mbulu kështu saçe dhe në fund ka prush dhe sipër prushit kam hedh hinë të ftohtë. Tash e vendosi pogaçën. Ja vendosi saçin dhe e pjeki rreth 20 minuta duke kontrolluar vazhdimisht. Pogaçja është pjekur mjaftueshëm, vazhdimisht e kam kontrolluar. Tash e largojmë nga zjarri. Ka një aromë shumë të mirë. E kemi largu nga saçe. Sipër do e lim pak me gjallë që t'i zbutet korja, do të bëhet më e shishme. Ta merr një shkëlqim korja e pogaçës. Besoj se është mirë. E lojmë që të ftohet dhe është gati për konsumim. Pogaçja është ftohur, ta ndajmë dhe një pjesë, vërtet ka dalë shumë e mirë, e butë. Besoj se dhe shija s'ka për mi mungu. Gjithë ju motra që përgadisni në këtë mënyrë, pogaçe tradicionale të përgatitur me shmang, të pjekur me saç, ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.